Të paktën 12 vende kanë konfirmuar zyrtarisht ftesën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'u bashkuar bordit të paqes së presidentit Donald Trump, një organ i ri udhëheqësish botror që synon të mbikëqyr hapat e mëtejshëm në Gaza, i cili tregon ambicie për një mandat më të gjerë në çështjet globale. Dy vendet, Hungaria dhe Vietnami, thanë se e kanë pranuar një kontribut prej $1 miliard, siguron antarësim të përhershëm në bordin e udhëhequr nga Trump në vend të një emrimi 3 vjeçar, i cili nuk ka kërkesë për kontribut, sipas një zyrtari amerikan që foli në kushte anonimiteti rreth statutit, i cili nuk është bërë publik. Zyrtari tha se paratë mbledhura do të shkonin për rindërtimin e Gazës. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka pranuar ftesën për të bashkuar me bordin, të dielën ministri i jashtëm Peter Szijjártó për radion shtetërore. Orban është një nga mbështetësit më të zjarrt të Trump në Evropë. Kryetari i Partisë Komuniste të Vietnamit, To Lam, gjithashtu e ka pranuar, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme. India ka marrë një ftesë, tha një zyrtar i lartë qeveritar me njohuri për çështjen, duke folur në kushte anonimiteti, pasi informacioni nuk ishte bërë publik nga autoritetet. Australia është ftuar dhe do ta diskutojë këtë me SBA-n për të kuptuar siç duhet se çfarë do të thotë kjo dhe çfarë përfshihet, tha zëvendës kryeministri Richard Marles për Australian Broadcasting Corp, të hënën. Jordania, Greqia, Çiproja dhe Pakistani thanë të dielën se e kishin marrë ftesa. Kanadaja, Turqia, Egjipti, Paraguay, Argentina dhe Shqipëria kanë konfirmuar gjithashtu se janë të ftuar. Ende nuk është i qartë se sa vende kanë marrë ftesat nga presidenti amerikan. SBA-t pritet të shpallin listën e tyre zyrtare të antarëve në ditët në vijim, me shumë mundësi gjatë takimit të Forumit Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës. Antarët e bordit do të mbikëqyrin hapat e mëtejshëm në Gaza, ndërsa armpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor hyn në fazën e tij të dytë sfiduese. Ai përfshin një komitet të ri palestinez në Gaza, vendosjen e një force ndërkombëtare e sigurie, çarmatosjen e Hamasit dhe rindërtimin e territorit të shkatruar nga lufta. Në letrat e dërguara të premten, udhëheqësve botror duke i ftuar ata të jenë antar themelues, Trump tha se bordi i paqes do të ndërmerrte një qasje të re të guximshme për zgjidhjen e konfliktit global. Kjo mund të bëhet një rival i mundshëm për Këshillin e Sigurimit të OKB-s, organin më të fuqishëm të entitetit global të krijuar pas luftës së dytë botërore. Këshilli me 15 vende është bllokuar nga vetot e SBA-s që të ndërmarrë veprime për t'i dhënë fund luftës në Gaza, ndërsa ndikimi i OKB-s është zvogëluar nga shkurtimet e mëdha të fondeve nga administrata Trump dhe donatorë të tjerë. Në letrat ftuese të Trump për bordin e paqes, vjen në dukje se Këshilli i Sigurimit kishte miratuar planin amerikan për 20 pikash për armpushim në Gaza, i cili përfshin edhe krijimin e bordit. Letrat u postuan në mediat sociale nga disa prej të ftuarve, përfshirë edhe kryeministrin Edi Rama. Shtëpia e Bardhë javën e kaluar njoftoi gjithashtu një komitet ekzekutiv udhëheqësish që do të zbatojnë vizionin e bordit të paqes, por Izraeli e kundërshtoi. Sipas një deklarate, komiteti nuk ishte i koordinuar me Izraelin dhe është në kundërshtim me politikën e tij, pa dhënë detaje. Deklarata nga zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu ishte një kritike rrallë ndaj aleatit të saj të ngushtë në Washington. Antarët e komitetit ekzekutiv përfshin sekretarin e shtetit të SBA-s Rubio, të dërguarin e Trump Steve Witkoff, dhëndrin e Trump Jared Kushner, ish kryeministrin britanik Tony Blair, presidentin e Bankës Botërore Ajay Banga dhe zëvendës këshilltarin e sigurisë kombëtare të Trump Robert Gabriel, së bashku me miliarderin izraelit Yakir Gabay. Antarët përfshin gjithashtu përfaqësues të monitoruesve të armpushimit nga Katari, Egjipti dhe Turqia. Kjo e fundit ka një marrëdhënie të tensionuar me Izraelin, por marrëdhënie të mira me Hamasin dhe mund të luajë një rol të rëndësishëm në bindjen e grupit që të dorëzojë pushtetin në Gaza dhe të çarmatoset.